Miq, prova mikrofonin 1, 2, 3, Maria vazhdon dhe bën kafe. Jemi te Olti Curi, editari im në YouTube online sot për të folur për një lajm që na e prishi qefin. Eltoni Liriani në një rrëfim të pak kohëve më parë, pak orëve më parë, foli te Blendi Fevziu dhe tregoi se gjendja e parashikimit Simakut nuk ka përmirësim madje në këto 11 muaj, ka ardhur duke u përkeqësuar. Por çfarë ndodhi pikërisht 11-ta përdoret kjo shifër, duhet të thënë fatkeqe. Për momentin shpresojmë, përmenden në një letër prekse që parashikimi Simaku ka shkruar dhe ka postuar në faqen në Facebook drejtuar djalit të saj. Pikërisht kjo letër është me fjalët: "Luk birim, më dhëm çdo ditë kur nuk të kam pranë, kanë kaluar 11 muaj që nuk të kam parë dhe kjo erdhi pas gati një dekade që nuk kemi parë me njëri tjetrin. Çdo ditë pa ty është një plag që nuk shërohet." Pikërisht për këtë do flasim tani, do lexojmë dhe letrën e plot. Qëndroni me ne me siglën modeste. Mirë, sigla nuk del mirë kur jemi duke folur për një artiste që duam të gjithë dhe tashmë është kthyer në një Benjamin të gjithë shqiptarëve pas ngjarjes që ndodhi gati një vit më parë. Ishte një video e publikuar nga televizioni amerikan, u pa nga shqiptarët, u vure që ishte parashikimi Simaku, u publikua, u ripublikua nga Blendi Fevziu, e më pas Eltoni Liriani dhe shqiptarë të tjerë rendëm për ndihmuar parashikimi Simakun, yllin e skenës shqiptare, të larguar drejt Amerikës dekada më parë, por që kishte përfunduar rrugëve. Historinë të gjithë e kanë lexuar parë nga postimet të ndryshme, edhe nga ajo që është bërë shumë publike kohët e fundit. Madje parashikimi Simaku u shfaq edhe në disa emisione televizive, u shfaq në këngën e fundvitit që bëhet gjithmonë nga Top Channel, u shfaq në dalje të ndryshme në festivalin e fundvitit në radio televizionin shqiptar. Për parashikimi Simaku pati edhe sulme, le të themi, nga pati rastin e konfliktit ku Shqipe Hysenaj, një opinioniste dhe ish pjesë e përputhen dhe Big Brother VIP Kosova, foli diçka që nuk ishte dakord. Eltoni Liriani madje kërcënoi edhe me gjyq. Pra, emri parashikimi Simakut ka qenë shumë në vëmendjen e shqiptarëve gjatë kësaj kohe, edhe shqiptarëve jo vetëm në Amerikë, por atyre që jetojnë në vende të tjera, sidomos në Shqipëri. Por e fundit është ajo që morën vesh si një lajm shumë të trishtuar. Parashikimi Simaku rrezikon të kthehet pas tre. Ky është refreni i përsëritur pafund në rrjetet sociale dhe portale. Ky titull doli pas një bisede të publikuar me Blendi Fevziun me Eltoni Lirianin, kur ky i fundit ka folur mbi gjendjen aktuale të parashikimit Simakut, duke shprehur se ajo jo vetëm që nuk ka asnjë përmirësim, por ka 11 muaj që nuk ka asnjë moment përmirësimi, nuk ka marrë asnjë mjekim